është muaj kur zemra shqiptare rre më fort. Sot ju sjellim një histori të përbashkët krenarie, traditë dhe identiteti, një mozaik aktivitetesh që pushtuan Kanadan. 22 nëntor. Festimet nisën me një ngjarje të shënuar në komunitetin ton. Artist Foundation, një fondacion i ri që synon të promovojë talentet shqiptare në mbar botën, u lançua në ambientet e konsullatës së Republikës së Kosovës në Toronto. Në ceremoninë e hapjes morën pjesë personalitetet të kulturës dhe diplomacisë. Të gjithë një zëri vlerësuan këtë nisëm që ndriçon rrugën e artistëve të rinj. Programi u moderua me profesionalizëm, ndërsa skena u elektrizua nga performanca të jashtëzakonshme. Tingujt e violinës, zërat e artistëve të rinj dhe ritmet moderne krijuan një atmosferë ku tradita dhe arti bashkoheshin natyrshëm. Artist Foundation në drejtimin e Arta Rexhepit lindi si një urë që lidh rrënjët tona me horizontet e ardhshme, një platformë ku zëri shqiptar jo vetëm dëgjohet, por edhe vlerësohet. 26 nëntor, 113 vjetori i pavarësisë. Dita e 26 nëntorit solli një tjetër moment solemn. Ambasada e Republikës së Shqipërisë në Kanada kremtoi 113 vjetorin e pavarësisë në praninë e trupit diplomatik, përfaqësuesve kanadez dhe komunitetit shqiptar. Ambasadorja e Shqipërisë Artemis Malo ka shpjeguar në detaje organizimin, pjesëmarrjen dhe rëndësinë që ka ky aktivitet për komunitetin ton. Sot ishte një ditë shumë e veçantë. Ambasada e Republikës së Shqipërisë në Ottawa organizoi ceremoninë zyrtare për festën e nëntorit. Në fakt, i gjithë muaji është i mbushur me aktivitete në kuadër të trashëgimisë tonë kombëtare, i cila është e njohur edhe me një amendament për gjithë zonën e Ontarios. Sot ne patëm nderin që të kishim të ftuar zyrtarë të lartë kanadez, si Ministrja për Ambientin dhe Klimën zonja Julie Debrusin, zoti Rob Olifant, sekretar parlamentar, shumë antarë të parlamentit, senator, shumë ambasadorë dhe konsuj dhe komisionerë të lartë, dhe gjithashtu sot na u bashkuan shumë kryetarë të shoqatave nga gjithë Kanadaja. Patëm konsullin e nderit nga Vancouver, i cili për herë të parë merr pjesë në ceremoninë zyrtare në Ottawa, dhe antarët të komunitetit shqiptar, të cilët kanë udhëtuar, sigurisht edhe nga Ottawa, por edhe nga shumë zona të tjera të Kanadas. Aktiviteti u fokusua konkretisht në përkujtim të ditës edhe të sakrificave sublime që ne i nderojmë dhe i përkujtojmë çdo vit. Por patëm kënaqësinë e madhe që të dëgjonim edhe vlerësimin për kombin tonë dhe për arritjet e komunitetit tonë nga gjithë zyrtarët e huaj, dhe u shoqëruam me një pjesë artistike nga fëmijët shqiptaro-kanadez të Shqipërisë dhe të Kosovës që jetojnë në Ottawa kryesisht, po dhe në Montreal. Patëm një pjesë artistike me shumë element kombëtar dhe trashëgimisë tonë, dhe kryesorja që ne patëm shumë kujdes të ishim të detajuar në të gjitha detajet kombëtare të kuruara në çdo aspekt të evenimentit, duke filluar që nga ushqimi me recetat shqiptare, tek ëmbëlsirat dhe deri tek detajet kuqezi në të gjithë atmosferën e saj. Mbrëmja u gjallërua nga një program artistik majgjepës. Hapësira e mbushur me simbole kombëtare, traditë dhe ngjyra tregoi sa i gjallë është kultura jonë në Kanada. 27 nëntor, ngritja e flamurit në Asamblenë e Ontarios. Dita e 27 nëntorit solli një nga momentet më të ndjera të javës festive, ngritja e flamurit kombëtar shqiptar para Asamblesë Legjislative të Ontarios, një traditë që nga viti 2016 ku nëntori u shpall zyrtarisht muaj trashëgimisë. Fatoni Sufi dhe Tringa Rexhepi interpretuan al capella himnin kombëtar të Shqipërisë dhe Kanadas, një moment që emocionoi të gjithë të pranishmit. Flamurit të përbashkuar me një dëshire, një qëllim, të gjithë atje duke u betuar, ta lidhim besëm për shpëtim. Prej lufteve qa i largo, që është i lindur dradhëtor, kush është burë nuk frigohet,
por vdes si një dëshmor. 27 nëntor, ekspozita Jehon, Echoes of the Past. Në konsulatën e Kosovës në Toronto u hap ekspozita fotografike Jehon, Echoes of the Past, një projekt i veçantë që solli fëmijët e komunitetit të veshur me kostume tradicionale nga të gjitha trevat shqiptare. Kjo është një ide e cila na ka lindur nga mënyra, nga dëshira e madhe e promovimit të vlerave tona kombëtare dhe të bukurive të mëdha që ne kemi, siç janë kostumet tradicionale. Duke filluar nga Konispoli edhe duke përfunduar deri në qytetet më të largëta të Kosovës. Janë pafundësisht shumë dhe janë pafundësisht shumë të bukura. Ne u përpoqëm që të përfshim një pjesë prej tyre, se të gjitha nuk mund t'i përfshinim, dhe duke qenë se ambasada e ka lokacionin dhe selin në Ottawa, ne filluam këtë turne që do ta vazhdojmë edhe në qytetet e tjera me Ottawa, me fëmijët shqiptar të Shqipërisë dhe të Kosovës sigurisht që jetojnë në Ottawa. Ju bëm një ftesë nënave, një deklaratë që të na pranonin që ne t'i fotografonim të gjithë fëmijët edhe të grupit vallave që kemi aty, edhe të nxënësit e shkollës, të cilët do të na pozonin si model për të provuar kostume të ndryshme shqiptare. Dhe jo pa qëllim zgjedhën fëmijë, se mund kishim zgjedhur të rritur, zonja edhe burra të nderuar me kostume shumë të bukura, por kërkuam që të bënim një risi, me qëllimin e vetëm që ne të motivojmë brezin e ri. Ju edhe gjithë ju që jeni të pranishëm, po dhe gjithë shqiptarëve kudo që janë, 28 nëntorin, ditën më të rëndësishme të kombit shqiptar. Me shpresën, normalisht me urimin që çdo vit më tutje shqiptar t'i gjej edhe më të bashkuar, edhe më të fuqishëm, edhe më të suksesshëm në secilën sferë të jetës që ata punojnë edhe përfaqësojnë. Vajzat që organizuan këtë ekspozitë fotografike treguan në detaje të gjithë punën e bërë me fëmijët dhe prindrit. Ekspozita Jehon është një sër fotografish mes fëmijëve tanë shqiptar në Ottawa të Kanadas. Ajo ishte një ide, me thënë të drejtën, ishte pak spontane, sepse menduam çfarë mund ta bënte akoma më të veçantë muajin tonë të bukur të nëntorit, si mund ne të tregojmë mes artit vlerat dhe kulturat tona, dhe faktikisht emrin e kam gjetur unë. Jehon është një emër që ka pesh, i cili dhe ti kur e përkthen dhe në anglisht ka mënyra të ndryshme të përkthyerit, të cilat vazhdojnë bajnë të njëjtën rëndësi në të dyja gjuhët, dhe të gjitha kostumet janë të ardhura nga Shqipëria. Ne duam të falenderojmë gjithashtu shumë edhe prindrit dhe fëmijët të cilët pranuan që të ishin pjesë e ekspozitës tonë, që ne të mund ta mundsonim këtë ekspozitë, e cila u bë dhe në Ottawa dhe këtu në Toronto te konsullata. Këtë vit menduam që të bënim diçka ndryshe, por prapë se prapë të kishim fëmijët në epicentër tonë. Kështu që erdhi Jehon me emrin që gjeti Elena, emrin e vendosur, po me emrin e ekspozitës. U prit mjaftueshëm mirë në fakt. Nuk mendonim që do të kishte aq entuziazëm edhe nga fëmijët sa edhe nga prindërit po ashtu. Pra ne kur kemi bërë fotosesionin, që ka qenë një ditë shtunë edhe realisht kanë qenë shumë orë pune, që nuk e prisnim aq gjatë, po kanë qenë edhe entuziazëm sepse e shihnin si një lojë, po ndërkohë ishte edhe domethënë si diçka funny, diçka zbavice, po ndërkohë ishte edhe një mënyrë shumë e bukur për t'i prezantuar edhe ata fëmijë që kanë lindur në Kanada, për t'i prezantuar me Shqipërinë. Ngjyrimet e traditës shqiptare u përforcuan edhe më shumë nga interpretimi i grupit polifonik të shoqatës atletare Labëria në Toronto. Gratë kur veleshit të nisur për në vlorë, qaj moj Shqipëri edhe ullori në
ekspozitë e realizuar nga Ambasada e Shqipërisë do të qëndrojë si një dhuratë në ambientet e konsullatës së Kosovës për të treguar frymën e bashkëpunimit mes dy institucioneve, një mënyrë e bukur për t'i afruar brezat e rinj me rrënjët, historinë dhe identitetin ton. Çdo fotografi ishte një copëz dheu. Kush e ngriti flamuri në qytetin Vlorë, Ismaili Qemali, ai trim madhëshmor. O flamuri kombëtar, o flamuri shqiptar, o flamuri me shqipojnjën dy kren që ndrit si më ardë. O flamuri kujqezi, sa herë na vallon, të ngriti në Vlorë në 28 nëntor. Ti Shqipëri më jep derë, më jep emrin shqiptar. Zemrën ti ma gatove, plot me dëshirë e me zjarë. 28 nëntori e mbylli javën festive me energji shpërthyese. Parada e makinave tashmë traditë e komunitetit shqiptar në Toronto i dha rrugëve të qytetit ngjyra të kuqezi dhe një atmosferë elektrizuese. Nëntori këtij viti na tregoi se komuniteti shqiptar në Kanada është i bashkuar, energjik dhe krenar për historinë e tij, nga artet e diplomacia, nga fëmijët e tradita. Çdo aktivitet ishte një dëshmi e forcës së identitetit shqiptar. Kudo që jemi, Shqipërinë e mbajmë vete.